Hedhja e mbetjeve në vende të papërcaktuara është një fenomen shumë shqetësues, veçanërisht kur ndodh në lumenj. Kjo situatë kërkon jo vetëm ndërgjegjësim nga qytetarët, por edhe ndërhyrje të menjëhershme nga instancat përgjegjëse. Hedhja e mbeturinave nëpër lumenj dhe kudo edhe në ambientin jashtë është shumë keq, pasi këto ndikojnë në jetën e përditshme tonë. Sidomos ato që vënë në lumenj, vënë në det, aty ne marrim peshkun e ham dhe janë gjëra të kontaminuara. Por kjo është gabimi ynë, i njerëzve, sepse jemi të pandërgjegjshëm. Dhe çdo gjë e bën njeriu vet, unë i bëj apel komunitetit që nga vetja ime dhe deri tek të gjithë, të kemi kujdes të zbatojmë ligjin, të hedhim mbeturinat në vendet e duhura, të mos i shikojmë lumenjt me ato qeskat si gjëra të frikshme duken kur i shikojmë që ngelen nëpër ato bimësinë e lumenjve. Të gjitha mbeturinat e organizmit njeriu shkojnë përsëri aty kthehen. Ngado që t'i hedhim, ngado që po prap te ne. Edhe erat, edhe ambienti dhe ushqimi dhe të tëra. Nga monitorimet e kryera, një nga pikat më problematike rezulton të jetë në fshatin Petran Përmet. Një nga problematikat kryesore janë mbetjet. Kryesisht kryhen nga banorët e zonës për mos respektimin e vendepozitimeve të caktuara, apo në këtë rast të koshave të mbetjeve, që i bëjnë të hidhen vende pa vend. Një nga pikat më problematike që ne kemi është pjesa në fshatin Petran, që mbetjet hidhen në mënyrë të vazhdueshme nga banorët e zonës. Situata është përkeqësuar edhe më shumë pas rreshjeve intensive të muajit të parë të këtij viti. Për këtë arsye janë kryer monitorime dhe ndërhyrje periodike, thekson drejtoresha e zyrës administrative të Parkut Kombëtar Vjosa. Ne kemi bërë së pari një fushat masive pastrimi, por sigurisht që kjo nuk është e mjaftueshme, është e pamjaftueshme. Nevojiten fushatat të tjera të ngjashme në ditën e vazhdim, nevojiten ndërhyrje me mjete në të cilat ne jo gjithnjë e kemi mundësinë dhe kapacitetin, dhe për këtë ne i drejtohemi dhe institucioneve tjera të na vinë ndihmë me mundësitë që ato kanë. Njëkohësisht kemi identifikuar disa nga zonat kryesore problematike, ku komuniteti është problemi kryesor. Pra njerëzit nuk e kanë ende atë kulturën e depozitimit të mbetjeve të tyre pranë koshave. Por për shkak të afërsisë që kanë me lumen, mendojnë që kjo është zgjidhja më e mirë. Dhe aktualisht jemi duke instaluar kamera në këto zona. I kemi vënë në dieni komunitetin që po vendosen kamera dhe shumë shpejt do të fillojnë dhe masat administrative ndaj atyre që shkaktojnë ndotje të tilla. Ndotja e lumenjve nuk përbën vetëm një kërcënim serioz për ekosistemin dhe biodiversitetin e zonës, por njëkohësisht dëmton dhe imazhin e kësaj pasurie natyrore.